pas një perde është një hoxh, apo një dietar, apo një doktor, apo një njeri që ka tjetë shmon, apo një sultana e kështu me ra. Mirë po ti nuk e shef. Nuk e shef. Edhe thojnë fol kujdes me këtë. Me kujdes, apo e ti mundosh me fol me kujdes, shkëlqësia, madhnia, kështu me ra. Edhe hekin perdën e shani fëmijë. Çe i thotim, "Jo, apo do bëjmë me vlu." Hik me këtë largoj, apo do. Me një herë tjetër e ndron trajtimin, pse? Po kujtohet jam të folur në të mallit. Që tash, çaq sa ti e njeh Rabbul Alamin, çaq i tutesh. Çaq i tutesh. Andaj thot Allahu subhanahu wa taala për ditën e Kiametit, "Wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun." Ditën e Kiametit kam ju dal njerëzve që s'ka bëu sa. Apo çka ditë kena? Apo çka ditë keni pas fjalën? Këto neve që na e çojnë kroj, jo këto gjallarëve që për Kiamet ju folin, veç për ahiret ju folin. Wallahi njerëzit me ditë sa është i ran Kiameti, do të vim hadithe tani të radhës. Wallahi gjumi nuk i zë. Pasha Zotin gjumi nuk i zë. Shko t'i banë një natë të vorët gjallë. I gjallë. Nëse del me men të aman, i vorët shumë. Shko flenë një natë, veç të vorët flenë. A mos shko, veç të bëzim. Ata më subotimi nuk ka do më zëshmërish më vepruhe. Shko t'i flenë të vorët një natë. Apo? Po mos anet e shpja jote, një fmi mundet me ta livizmenën. Veç me dash me tut një herë dhe ti më shkon. Po para menoj shka ban net të tëra aty, net të tëra, këtë vetë. Edhe atë ka bot tjetër komplet. Ka bot tjetër komplet. Andaj Sheikhul Islam ibn Taymija rahimahullah çfarë thot? Të supozuarit të sprovës me himjen sprovë dallon shumë. Na thojna ku vdekja po. Këtë të muhabet shka i ban ti, i t'ju fola la piknena. Kur desha ne, këtë që tër muhabet ka mo. Këtë muhabet ka thënë alayhi salatu wassalam. Me dit, me ba, me ja pas mundësu Zoti me nije, piskamën, klithmën e të vdektit, kur aj goditët pi me legve, kishin dek pi tu të banor të tokës. Ama Zoti s'kalon me nije. Aj ku me ditë sa vërtet, Zoti na rujt. Po ti se nin ata. Apo, ti ka mundë që ati a shkujnë u prejf në pache. E shëja prejet në pache, ku ka mu preja. Ti kujton që ti qishdu që ja banë murin ati e zbukuron. Këtë regullë, filmi atë njerëzve s'kanë të përfundume. Mirë po, a i bota e akiret do vëzër shumë e madhe. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë hadith me pas pështu dikush. Pi ngushtimit vorrit kish shpëtu Sa'd ibn Muadh radiallahu anhu. Kish pështu që ki, ka thënë as kis ka pështu e. Pse s'ka pështu? Allahu gjatë disa gjëra i ka bo vendim. Kimi ka përcija edhe u krije. Kimi ka përcija edhe u krije. A dhe